Deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Koreshi ka ironizuar në fjalën e tij në Kuvend situatën aktuale të qytetit të Lushnjës, duke theksuar se Lushnja ka përjetuar një periudhë të vështirë gjatë 10 ditëve të fundit, ku është përhapur një aromë e rëndë nga bërësitë e ullirit, e cila e ka bërë të pamundur jetesën normale për qytetarët. Një tjetër shqetësim që Koreshi ngriti ishte edhe përdorimi i pesticideve të palejueshme, që po dëmtojnë sigurinë ushqimore dhe shëndetin e qytetarëve. Ai e quajti këtë një emergjencë kombëtare dhe kërkoi që qeveria të marrë masa për të zgjidhur këtë problem. Po ka mbi 3-4 vite që vjen era bërësi ulliri. U të merruan lushnjarët dhe nuk ka shans njeri dalit pi do t'i kafe. Më falo kryetare se do t'a shtur pak fjalorin, pa e vjen si era e pordhës plevitosur. E shtur këtë, sepse kur nuk keni... Dakor, pikërisht të mora le, por për një motiv. Kur ju nuk keni respekt për lushnjarët, fjala ime në parlament do të shthure. Sepse nuk ka mundësi, keni një dëshmitar këtu, sa herë që vishte Taulandi drejtues thoshin kemi e ka Taulandi. Sa herë tani është Belinda e ka Belinda. E ka kjo ministra tjetër e mjedisit. Or ka mundësi të vi ta verifikojë një këtë herën të rri një njeri gjysore në Lushnjë? Si ka mundësi? Kaq fort që kanë këta njerëz? Sa duhet me helmu gjithë qytetit? Ashtu si që janë kanalet, sot ndërgojnë nga to është gzi, selam prap, se nesër do vetë delegumja dhe po digjen kanalet, kalamat e kanaleve. Këtu kam projekt vendimin e buxhetit bashkis, 200 milion të re, ose 2 miliard vjetra kanë lënë këta të martur nga 2024. Ku 1 miliard ose 10 miliard të vjetra, këta e kanë vetëm për rroga.